I kam 5 shike 2 djem. Mashallah, 7 fëmijë, a? Po, elhamdulillah. Ka është çështirë, po ja ka do Allahu që të rrisin si çete, çka më bë. Post mira. Se të kënë ato sprovat më të rënda që ki kalu një të ndonë. Po me prend, me smuja, me çse. Nuk është lehtë. Nuk është lehtë, normal që nuk është lehtë. Po me atë mundësi, në shatë ki mundësi, do të mu ballafaqu. Edhe mërzi me madhe s'kesh në jetë me u prindin. Po dikush s'pja di ke ky mjetin sa gjalla, beden, se unë i foli 5 vakte namaz, edhe ju më konë qabe, do me thonë numërën e kum kry, edhe për veti, po edhe do kum bu për prindit e me, për krejt musliman. A përën dhe që mjetësh? Mira me punë private, çka ka nevojë. Shpejt punë? Mirë elhamdulillah. A ke fëmijë? A i marrë? Po, me fëmijë. I kam 5 shike 2 djem. Mashallah, 7 fëmijë, a? Po, elhamdulillah. A është shtirë 7 fëmijë, mirit, si prind. Po pak është çështirë, po ja ka do Allahu që të rrisin si çete, çka më bë. Sa ke pas ti sprova në jetë? Kompost qia, kompost mira. Se të kënë ato sprovat më të rënda që ki kalu një të ndonë. Po me prend, me smuja, me çse. Po. A ki një jetë prind? Njonën e kam, njonën se kam. A do sa është letë, me tonë hakut një prindit. Nuk është lehtë. Nuk është lehtë, normal që nuk është lehtë. Po me atë mundësi, në shatë ki mundësi, do të mu ballafaqu. Çka më bë. A e mënu, interesa kanë qenë njëtë prindit. Po, Me kujtes, dhe me thënë, kujtesin të ti me pas. po. Normal që dhe mënuat për prindin e vetë me pas më të mirë. Qashtë është. Edhe mërzi me e madhe s'kesh në jetë me u prindin. Normal që është mërzi e madhe shumë. Po dikush s'pja di ke ky mjetin sa gjalla, beden. Kur po shkajtën, normal tani atëre është mërzi e madhe. Po inshallah Allah na bashkan xhenet krejve. Inshallah. Ju ka pranu ato disa çaj që Amen. për to. Amen, se unë i foli 5 vakte namaz, edhe ju më konë qabe, do me thonë numërën e kum kry, edhe për veti, po edhe do kum bu për prindit e me, për krejt musliman. Inshallah Allah na fut krejve në xhenet. Edhe na jep shnetën, shëndet e lumturijet, qysh na dan zemra jone. Sa mirë një gjithë shumë i mirë, për prindin e ndjerë dhe më thonë ti ki qenë qabe. Po edhe Allah ma ka mundësu. Ja, s'ma kalon amanet, po unë vetëm shku. Vetëm shku unë, se e kum nisi obligim. Allah ma ka mundësu edhe e kum shku. Kum bë lutje, se i foli 5 vakte. Në marqina musliman, i digna vda regla. Ma të mundësin shak mujna mi kry, as mujna. Allah s'na ka mundësu. Që i praktikon të fejtë, dhe më thonë, 5 kur namazit, qëka është ndalume që ti s'kishe bazë dëshim një bu? Pash, unë për veti që nuk i baj, alkoholin nuk e përdori heq, muzik nuk shkaj heq, nuk i kam, da me thonë, që të qef. Që të sene, gjithmonë ja gushtoj familje sene. Rëndësin me hongër, me pi, veshe, malë që të gjithmonë e kam obligim familjen me rrit, me shkollu fëmijen, me shku jetë për para, qështë. Gjatë jetës, a ka hini kush në hak, për diçka? Po, qëre, janë këtu spruva, dhe me thonë, s'ka njerë që s'te në hak, po a tu janë të dvogla, dhe me thonë, bedin me punë, me sene, jak ma pak, ja ma shumë, po ato janë dvogla, dhe me thonë, nuk janë rëndësi shumë të madhe. Ato veç Allahit dhëtë mjallon, s'ban mjallon një sonit. Sa i fort para sprova si person kështu? Nuk jam koma heret, po pesi i kom folë, dhe me thonë, 5 vakte që i foli, do të më munu njërë me liftu me vetë vetën edhe më ballafaqu, që me po sabër, se për sabrit, ki dobi. Pa sabër, qanë gjithmonë humbjet qanë. Sledhen të lutit për familje, për fëmi, për shoqën që i bërë mas shumë të të. Për krejt mas pari, gjithmonë lutna me po shnetën, rat laufin, dhe me thonë edhe mos me pas belo, me pas e idare, që të sene, dhe me thoni, ato lutje janë për zemrës, ato i bëtë gjatë namazit i bajune, gjithmonë gjatë namazit. Për këtë, sidomos për familjen teme, për kushi, për këtë muslimat. Zoti, një mesazh për gjithë djegës dhe historitë jetës, qaj kështë ta një mesazh, një këshill? Kështë thonë, vetëm sober, edhe një qetërin me desht, që aty është razia, bereqeti, që Allah i shlan ramet. Një qetërin më ndimu, ku të ndiman një qetërin me ato shak i mundësi,
Allah t'i qelë dyr gjithmonë. Zoti, më të mirat. Faleminderit shumë për kohën që ndajtë. Faleminderit shumë për ju.